Nëse ti sot do t'ishe pronari i dominit google.com, çfarë do të bëje? Pra ai google.com t'ishte yti. Pra ti t'ishe pronari i këtij domini. Shumë prej jush e din rëndësinë e madhe të këtij domini, këtë potencën e madhe që ka google.com. Dhe kjo është historia e çuditshme që ndodhi para pak vitesh dhe unë po ja u tregoj tani. Një histori vërtet e çuditshme, por njëkohësisht edhe intrigante sepse të fut në një tjetër botë. Dhe ti kupton se sa e rëndësishme është një gjë e tillë. Pra një domin ose një emër i thjesht, siç e kemi thënë dhe më përpara, ti vendosësh emrin diçkaje, është çdo gjë, sepse është themeli. Ti nga momenti që i ke vendosur emrin, e ke krijuar atë dhe nga momenti i krijimit varet nga punat që ti bën, nga rrethanat që ndodhet, ajo që ti ke krijuar dhe nëse do të jetë e madhe, do të jetë madhështore, padyshim ai emër do të ketë një vlerë kolosale. Në vitin 2015, kush është rastësisht i gjithmonë le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Në vitin 2015, një tip i quajtur Sanmi Vad, ishte 29 vjeç në atë kohë. Sami kishte punuar më përpara për Google-in. Në fakt, për ata që nuk e din, Google-i shpeshherë angazhon të rinj që janë të aftë për kompjuter, për programming etj. Dhe her pas here i angazhon edhe njerëz nga vendi ku ndodhen. Për shembull, edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo vende të tjera. Ka raste që hapin edhe një filial aty ose një deg të Google-it, ndonjëherë ndodh në disa vende si për shembull në Itali apo ku ta di unë. Dhe shpeshherë ka të rinj që punojnë. Dhe në fakt edhe ky Sanmi punonte për Google-in për një farë kohe, por nuk është se punonte në puna të rëndësishme. Ishte në brendësi aty, si ata që bëjnë disa rregullime të vogla, që u japin një pjesë të vogël të punës. Dhe ai në atë kohë, pra në vitin 2015, nuk ishte më pjesëtar. Dhe krejt rastësisht, teksa punonte në një punë të re që kishte, po kërkonte një domin. Kërkonte një domin në internet. Dhe teksa vendosi disa emra, rastësisht futi emrin google.com dhe të shikonte në qoftë se ishte i lirë. Dhe çudia, fati desh që ai domin në atë minutë ishte i lirë. Sepse do t'ju them se përse ndodhi kjo gjë. Me një fjalë, ai pa dominin google.com që kushtonte vetëm $12. Ju duhet dini që një emër, për shembull Elon Musk, mund të kushtoj miliona dollar. elonmusk.com për shembull, dhe si për shembull edhe emri im para disa kohësh që unë e bleva, ja bleva dikujt tjetër emrin tim sepse e përdora për një farë kohë e lash pastaj si domin, pra nadirmura.com, dhe u detyrova që ta rimerja dhe kushtoi shumë për në atë periudhë që e mora, flasim 2010-2011. Dhe po thoshja që varet se sa klikime ka në rrjet për t'i dhënë rëndësi një emri ose një domini. Por merreni me mend tani domini google.com. Pra, ky zotëria bleu dominin për $12 dhe ishte pronari i Google-it, pra i dominit, jo i Google-it, por i dominit google.com, që mund të shkatërronte çdo gjë në rrjetet sociale, sepse, si që thash, për ata që e din shumë mirë, ata që janë të informuar me sysh ka padyshim ekspert, merreni me mend një domin i tillë, se çfarë mund të krijonte në mbar botën. Shikoni, Google-i përdor, do t'ja u them se si ndodhi, Google-i ka rreth 70% të lëvizjeve që bëhen në rrjet, dhe 70% të shumë. I bie që rreth 5 miliard apo 6 miliard të popullatës në botë lëvrojnë pra të gjitha lëvizjet që bëhen në rrjet nëpërmjet Google-it, pra google.com. Sepse Google-i ka, përveç se kompjuterve, përveç se programming, përveç se website-eve që futen dhe regjistrojnë aty, pra çdo gjë që ka aty, por ka edhe mbështetjen e Samsungut, sepse janë në bashkëpunim, jo mbështetjen, por janë në bashkëpunim
me Samsungun dhe telefonat që ne përdorim, i përdorim fal Google-it. Kështu që merreni me mend se çfarë mund të ndodhte nëse ky Sanmi do të ishte një pervers. Për shembull, se ndonjë njeri që donte të keqen e popullit ose të botës, ai mund ta shkatërronte brenda një dite. Mirë, po çfarë ndodhi? Sapo ky u e privatizoi Google.com, atëre Google, sepse e morën vesh se kush ishte dhe i bëri një ofertë. Tani oferta ata mund t'ja merrnin me njerë, sepse kanë avokat dhe kanë mënyra që nuk mundesh ta lësh, sepse tashmë është diçka publike, bile jo vetëm kjo, por domini Google.com ruhet edhe nga shteti, pra nga shërbimet sekrete, sepse janë të dhënat e të gjithë botës aty, nuk është vetëm i Google-it. Pra domini Google.com tashmë është i botës, është diçka që i përket të gjithëve dhe ruhet nga të gjitha institucionet botërore. Kështu që ati mund t'ja merrnin brenda një sekundi pa e menduar fare ai, dhe bile dhe mund ta eliminonin pas një problem dhe me urdhër bile, sepse siç u thash, është ky domin është i paprekshëm. Është zemra e të gjithë rrjetit çfarë ndodh në rrjet. Dhe i ofruan me një fjalë i ofruan, por nga rastësia që ndodhi, sepse është e rrallë që të ndodh, nga rastësia i ofruan disa para. Tani çfarë kishte ndodhur? Zakonisht kur Google.com, pra domini Google.com, ka 1 minutë kohë që të kaloj nga pagesa, sepse pagohet, duhet ta pagosh domini, si të gjithë dominet në barbotën. Dhe për ta paguar i duhet kohë, me një fjalë, duhet 1 minutë kohë që të kaloj nga, me një fjalë, kur ti mendon që është i lirë. Ku ti kërkon një website, për shembull, nadirmura.com ose .net ose diçka tjetër, dhe në qoftë se është i lirë, ti e blen. Dhe ndodh në këtë rast që derisa të bëhet shkëmbimi i pagesës së Google-it, 1 minutë ishte bosh, pra 1 minutë ai ishte i lirë domini. Dhe ky zotëria rastisi pikërisht në atë minutë, që është e rrallë, nuk ndodh pothuaj 1 në 1 miliard, megjithatë ati i ndodhi. Dhe ai çfarë bëri? E bleu. Tani për këtë zgjuarsi që ai kishte dhe për këtë rastësi që ndodhi, Google i ofroi një shifër. Dhe i ofroi një shifër që ai duhet si mund të quhet, ta deshifronte. Do t'ja u them se çfarë shifresh, e kam shkruar këtu. Shikoni, $6,006 qindarka. Çfarë i thot kjo? Kjo këtu. Çfarë mund të thot kjo këtu? Pra $6,006.13. E dini se çfarë është? Kjo këtu është Google. Pra shkrimi Google.com, si mund të quhet, ose L3, LE, si mund të quhet, LE. Sepse ata dëshironin që përveç se t'i ofronin këtë shifër, që ishte simbolike, nuk diskutohet, por i ofruan $6,000, njëkohësisht edhe për të kuptuar zgjuarsinë e tij. Dhe zgjuarsia ku ishte? Ai e kuptoi që do të thotë Google në shifra, pra në numrin shifror, Google përcaktohet pra me 6006 Google. Dhe L-ja, që është ajo që vjen mbrapa, që është I-ja, njëshi, më falni, dhe treshi që mund të kthehet nga krahu tjetër, Google. Dhe është e çuditshme sepse ai më njëherë kuptoi, u ktheu përgjigje në email, disa nga ata që ai kishte punuar e morën telefon dhe filluan të qeshnin, dhe ai bëri një drek për këtë, për të së bashku me shokët, për të treguar se si kishte ndodhur kjo gjë, dhe e çuditshmja ishte që pas këtij rasti, Google mundohet që mos të ndodhi më.
sepse nëse ndodh një gjë e tillë dhe në duart e një krimineli mund të jetë google.com, ju as që nuk e keni iden fare. Të gjithë e kanë iden, por ju që nuk jeni të informuar, nuk e keni iden se çfarë mund të ndodh. Në botë po flasë, jo vetëm kështu. Dhe kjo ishte historia e çuditshme e këtij zotërisë Sanmi Vad, që u bë pronari i Google-it për 1 minutë, sepse në fundit ishte 1 minutë. Ai brenda 1 minute bodhi çdo gjë. Bodhi. E bëri në mënyrë le të themi qesharake, por i dhanë një çmim, i dhanë $6,000 për këtë shaka që bëri. Sepse ai e dinte shumë mirë që Google e pa diskutuar që mund t'ja merrte në të gjitha mënyrat. Megjithatë ai ja u dorëzoi prap dhe çdo gjë në rregull. Dhe doja t'ju thosha juve tani, sikur t'ju ndodh juve, që t'jeni pronar, jo vetëm i Google-it, por për shembull i Microsoftit ose i Apple, t'jeni për një ditë, ose ndoshta për gjithmonë, çfarë do të bënit? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë mbar.